BDI kërkon nga Komisioni Antikorrupsion të verifikojë burimin e mjeteve me të cilat drejtori i Numagasit Nedim Rama ka bler aksione në kompani të huaja, përfshirë Mercedes-Benz Group. Sipas BDI-s, Rama i ka fituar këto pjesëmarrje më 22 prill 2026 në kohën kur tashmë drejtonte Numagasin. Nga partia kërkojnë që të verifikohen data, vlera dhe burimi i investimeve, ndërsa Rama të shpjegojë publikisht se nga kanë ardhur parat. Kërkojmë përgjigje konkrete, me çfarë parash Nedim Rama bleu aksione në kompani të huaja gjatë mandatit të tij si drejtor, sa ka investuar konkretisht në Mercedes-Benz Group AG, nga cila llogari janë transferuar mjetet, cili është burimi i kapitalit, a janë deklaruar këto investime në afatin ligjor dhe a ka investime të tjera jashtë vendit që ende nuk janë bërë publike. Vlen u kundërpërgjigj që duke i cilësuar akuzat si përpjekje për të krijuar aferë pa prova dhe duke theksuar se investimet e Nedim Ramës janë deklaruar publikisht në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe se përfitimet kapitale është paguar tatim. Nga Vlen thonë se nuk ka asnjë dëshmi që parat për blerjen e aksioneve kanë ardhur nga Numagasi, buxheti i shtetit apo burime të paligjshme, duke shtuar se çdo transaksion është i verifikueshëm nga institucionet kompetente. Investimet në aksione janë bërë disa herë në vitet e fundit dhe vlera totale raportuar e portofolit të tij është rreth 30.000 euro. Fakti që Nedim Rama personalisht në një dokument zyrtar dhe publik në të cilin çdo qytetar ka qasje, konform me ligjin, ka paraqitur të gjitha aktivitetet e tij financiare dhe jo financiare, paraqet mohim të drejtpërdrejta të aludimeve të BDI-s. Tregtimi i aksioneve në Mercedes dhe kompani të tjera të tilla si Nova Nordics dhe Sofi Technologies është një aktivitet plotësisht i ligjshëm, i lejuar në përputhje me rregulloren në fuqi në vend. Në reagimin e saj, Vlen riktheu akuzat ndaj BDI-s për pasuri dhe bizneset e lidhura me familjet e drejtuesve të saj, duke kërkuar përgjigje për origjinën e tyre dhe duke akuzuar partinë se po shmang transparencën për këto çështje.